Çmimet në tregun e Gostivarit janë të ndryshme, por qytetarët kanë qëndrime të ndara. Disa thonë se çmimet janë të larta dhe të vështira për t'u përballuar me pagat dhe pensionet, ndërsa të tjerë vlerësojnë se çmimet janë të njëjta ose edhe më të ulta se vitin e kaluar. Mirë nuk janë shumë në alta, pak rahatin me vaktin e shkuar i sani, ma lirë pak janë, dhe një dinar ma lirë. Çmimet si që janë njëjtat janë, e njëjta javë njëjtat janë ato. Çmimet ato si kanë ato si s'kan shumë interesohen edhe dalin pas dite, po interesohen për pak ma lirë çmimet tjerë. Sepse me vërtet rrogën janë shumë vogla, pensionet vogla janë, edhe ashtu në që s'u mrin njerëzit me marrë, a kupton? Shtrenjtë, apo jo, ne pensionistë jemi, me atë mundohemi dalim, selamet, me zi dalim. Malë ka, çmimet, njerëzit s'kan kapital, s'kan të marrë. Qaj është. Nuk janë as shtrenjtë as lirë, mirë. Kësi ekonomisiona, ta shtrejmë ka mësa kemi jarganin. Diku që në kohët shumë se rrogët janë të vogla, për tash nuk janë, tash deri diku janë mesatare, mirë. Si pensionit, ashtu edhe rrogët, pa duhet edhe më tepër, po në bazë të asaj që jetojmë në Maqedoni dhe shteti si është, ne mendojmë se edhe çmimet janë reale. Odlični, veru kako što treba da bidat. Shkëlqyeshëm, besomuni, ashtu siç duhet të jenë, mesatare, sepse këta që prodhojnë, ata e dinë se sa arrin ta realizojnë këtë, derisa të vinë në treg, dhe unë si qytetari Gostivarit jam tepër i kënaqur. Kjo është. Tregtarët thonë se këtë vit ka më pak blerës dhe se shitja është më e dobët krahasuar me vitet e kaluara. Sipas tyre, qytetarët kanë më pak para për të shpenzuar, ndërsa shpenzimet e tregtarëve janë rritur. Çmimet janë lirë, pjeti na ka hip shumë parë, pa për tjetër pagujmë shumë. Me fitimin katastrofi, se pazari, shtrenjt pagujna, ma shtrenjt treg, këtë Maqedoninë është Gostivari. Sa i vene, 45 euro, 50 euro për 2 metre pagujna në mujtë. Po një kjell qep dhe thosh 3 miliard të pa pare, një kjell kumpira 2 miliard të pa pare. Kitë gjanët janë pa pare, zemlerat niku, nafta dhe thosh cenat janë naltë, i sanë nuk ka. To kujtojnë sa është e Gostivari moshët para 20 vjetë. Kitë malë në thkin prapë, ne barabarë së ndalim. Tregtarët ankohen edhe për konkurencën nga marketet, të cilat, sipas tyre, ofrojnë çmime më të ulta dhe kanë ndikuar në uljen e shitjeve në treg. Tregtia s'ka më përfitim, ka marrë fund se marketet janë shumë të lira, a nuk kanë kvalitet. Që është problemi më i madh, po njerëzit rrihen për 1 miliardien e marrën më lirë, më pa e fugul. Nga ana tjetër, disa qytetarë vlerësojnë se çmimet janë reale dhe në përputhje me kostot e prodhimit bugjësor. Megjithatë, shumica e të intervistuarve pajtohen se fuqia blerësa është dobësuar dhe se në treg ka më pak blerës. Krahasimi me vitin tjetër shumë mera, ki vita më dobë shumë. Po s'ka parën që e krizën. Çmimet janë të volishme, nuk janë shtrenjtë. Mishteri pak kemi, nuk blenë njerëzit, s'kan tolla. Struja shtrenjtë, kretë gjonat të shtrenjtë. Ma pak ka blerë se sa vetë tjera. Vetë tjera ma shumë shetë. Ka konë pak ma lirë, ma shetë ma shumë. Si vetë nuk ka popull sa duhet, që janë këtë problemi, në s'ka kush punon të bëje malë tepër, që të kese tepër bëllë, këtë se lirë. Të njëjtin shqetësim e shprehen edhe disa qytetarë që jetojnë jashtë vendit, të cilët thanë se çmimet u duken të shtrenjta në raport me pagat. Sot çmimet janë shumë naltë, më falë, për këtu. Çka jetojnë ata njerëz, çka janë këto, çka jetojnë, shumë janë të shtrenjtë, këtë vend, çmimet. A ata që janë gurbeqarët, për ata s'ka problem. Sidomos unë punoj në Zvicër, që s'ka problem për ne, ama për këta, njëra ata çka janë këto. Kjo në gjitha që pëtaj, letë gurbetit s'na duken shtrenjtë. Ja është pare. Ata të venit e kam pak marra, në vërte. Hemem të thosë na që është në Itali, që si janë tajnë këta këto. Ama këto mori ma pak, roga ma tulta janë. Në tregun e Gostivarit, pra mall ka, por blerësit janë më të pakt, ndërsa qytetarët kërkojnë çmime më të përballueshme dhe tregtarët më shumë shitje.